Tash se nuk po e vazhdojmë. Shkojmë tek Armendi pa humbur kohë, do të rikthehemi përsëri më vonë. Përshëndetje zonja dhe zotrinj, njojmë me zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Kreu i Komisionit të Sigurisë në një intervistë për A2CNN shprehu shqetësimin që Irani mund të sulmojë sistemet digjitale të institucioneve në vendin tonë, për shkak se e ka bërë atë edhe më herët. Prania e muxhahedinëve në Shqipëri mund të na ekspozojë, por shpreson që mund të kemi mbështetjen e aleatëve. Konflikti armatosur në lindjen e mesme ka shqetësuar jo pak autoritetet në vendin tonë. Këtë fakt tregon në një intervistë për A2CNN Nasip Naxho, kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, i cili nënvizoi edhe një herë qëndrimin e Shqipërisë kundër Iranit, duke përkrahur operacionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të shkatruar kapacitetet bërthamore që kërcënojnë globin. Situata është serioze, ne jemi larg këtij konflikti, po sa larg jemi dhe aq afër jemi, sepse në një farë mënyrë jemi të përfshirë. Të gjithë nuk e duan luftën, por gjithë janë të mendimit që Irani s'duhet të ketë armë bërthamore dhe nuk duhet ta lejojmë të ketë armë bërthamore. Por sa e rrezikuar është Shqipëria si një prej vendeve që strehon një numër mjaft të lartë muxhahedinësh, të cilët i përkasin opozitës iraniane. Sigurisht një farë ndikimi për ta e ka, por thash që si vend antar i NATO kur i kemi pranuar, ne kemi marrë përsipër dhe riskun e këtyre për t'i strehuar në Shqipëri. Por besoj që vendimi është marrë bashkë me të tjerë dhe kemi mbështetjen e gjithë partnerëve tanë. Ne nuk e hedhim asnjë hap, qoftë për sigurinë e brendshme, qoftë dhe për kontakte të tjera me partnerët tanë europian dhe euroatlantik. Kreu i Sigurisë Kombëtare shprehet se autoritetet në Shqipëri po e ndjekin me vëmendje situatën dhe rrezikun e mundshëm nga Irani, pavarësisht se ende presidenti nuk ka thirrur mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Nga shkëmbimi i informacionit të drejtanishëm, vlerësohet se Shqipëria është e rrezikuar vetëm nga sulmet kibernetike. Sulm në drejtim të Shqipërisë të drejt për drejt nuk do ketë, sulm pasaj kibernetik ndaj institucioneve ka patur dhe do ketë dhe në këto nuk mund t'i ndalojmë dot, qoftë nga Irani dhe qoftë dhe nga të tjerë që nuk janë pjesë e traktatit të NATO-s. Përveç rrezikut brenda territorit, Shqipëria ka edhe një detyrim tjetër, që t'u vinë në ndihmë shqiptarëve që kanë mbetur në lindjen e mesme. Kryeministri Edi Rama është pritur në Hag nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, i shoqëruar nga ministri i jashtëm dhe i mbrojtjes si dhe kreu i SHISH. Sipas njoftimit të shpërndar nga zyra e kryeministrisë në këtë tryezë, është diskutuar për samitin Ballkanin Perëndimor, investimin madhor në portin e ri të Durrësit, ku sipas shefit të qeverisë, NATO do të angazhohet për terminalin ushtarak e po ashtu edhe për përgatitjen e samitit 2027, i cili do të mbahet sërish në Tiranë. Gjithashtu, delegacioni shqiptar takoi edhe senatorët e grupit vëzhgues për NATO-n në Senatin Amerikan. Vota ka vdekur pa hyrë në kuti. Me këtë tezë, Sali Berisha lau duart nga procesi i rinumërimit, duke konsideruar thjesht si plotësimin e kërkesës së kandidatëve. Pavarësisht kësaj, Kryedemokrati vijoi me denoncimet për parregullësitë në kutitë e votimit. Sali Berisha qartësoi demokratët se nuk duhet të presin ndryshim rezultati nga rinumërimi, teksa në Pallatin e Sportit Fari e Hoti, por i vlerësojnë votat, lideri i opozitës në një konferencë për mediat pohoi se Partia Demokratike është me tezën vota vdiq pa hyrë në kuti. Rinumërimi i votave është kërkesë e kandidatëve të saj, të cilëve ne kur, në asnjë rrethon, në asnjë rast nuk mund të mohojmë të drejtë të tillë. Nuk i bëjmë ne si Edi Rama. Ndaj dhe të nderuar zotëri që flisni për numërimin, përpiquni t'jeni të saktë në atë që thoni. Teza e Partisë Demokratike është vota vdiq pa hyrë në kuti. Pavarësisht kësaj teze, sërish para mediave tregoi disa video që sipas tij tregojnë se vullneti i qytetarëve është i tërësuar edhe në kutitë e votimit. Një nga një shkon dhe voton me zgjedhësit. Urdo.
Pra voton komisionerja, kontrollon çdo vot. Edhe ky komisioner kontrolloi pat. Doli kontrolloi, pra votojnë komisionerët. Urdhoni. Berisha vjen të kërkojë qeveri teknike dhe përsëritje të zgjedhjeve, po kur vjen fjala te respektimi i statutit të Partisë Demokratike, shkruar prej vet atij, e interpreton për të shpjeguar se pse nuk pranon të marrë përgjegjësi duke u larguar. Statuti bën fjalë për zgjedhje, jo për farsë. Të lutem, mos e keq interpreto statutin. Sa i takon zgjedhjeve të pjesëme lokale në disa bashki që pritet të zhvillohen në muajt e vjeshtës, Berisha parashikoi edhe rezultatin e tyre, duke thënë se do të jenë farsa e radhës. Ne themi që do zhvillohet farsa e radhës. Me Edi Ramën ka vetëm farsë. Kjo është e vërteta. Me Edi Ramën ka vetëm farsë. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK ka ngritur akuzë ndaj Jonait Myzyraj, kreu të Komisionit të Prokurimit Publik. Burime pranë SPAK bëjnë me dije se Myzyri akuzohet për shkelje të barazisë së pjesëmarrjes në tendera kryer në bashkëpunim. Ditën e hënë zyrtari shtetëror është thirrur në SPAK, ku do të paraqitet i shoqëruar nga një avokat për të dhënë shpjegime në cilësinë e personit të pandehur. Hetimi i deritanishëm gjatë të cilit Myzyri është paraqitur disa herë për të dhënë shpjegime në SPAK, janë ngritur dyshime se kreu i prokurimeve ka shkelur ligjin në një procedurë tenderuese me vlerë mbi 2 miliard lekë të rinj. Shohim të tjera zhvillime, cilësia e ulët e farërave dhe pesticideve të shoqëruara me çmime të larta të blerjes së tyre dhe shërbimeve të tokës ka bërë që fermerët e grurit në zonën e Fierit të ndihen të zhgënjur edhe në këtë vit me korrit që sapo ka nisur. 2 vite më parë qeveria u bëri thirrje të gjithë fermerëve të shtonin sipërfaqet e mbjella me dritra si një kundërpërgjigje e luftës së nisur në Ukrainë dhe vështirësive për të importin e grurit. Fermerët e motivuar dhe nga premtimet për subvencione dhe mbështetje shtuan sipërfaqet, por çmimi i grurit dhe i dritrave në përgjithësi randjeshëm, ndërsa mbështetja financiare e premtuar nuk zbuti as pak dëmet ekonomike tek ta. Ndalimin në të tjera zhvillime, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të zgjasin edhe me një vit tjetër gjendjen e emergjencës kombëtare lidhur me situatën në Ballkanin Perëndimor. Në dokumentin zyrtar të publikuar në Regjistrin Federal, thuhet se situata në rajonin e Ballkanit vazhdon të përbëjë një kërcënim të pazakontë dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në njoftim theksohet se veprimet e individëve që kërcënojnë paqen dhe përpjekjet për stabilizim në Ballkan vazhdojnë të pengojnë përparimin demokratik dhe integrimin e rajonit në institucionet euroatlantike. Presidenti serb Aleksandar Vučić i përsëriti zotimin e tij Rusisë se asnjë armë nuk do të eksportohet nga territori serb pa vendim të Këshillit të Sigurisë, pas raportimeve se municionet e Beogradit po shkojnë nga perëndimi drejt Kievit. Ai thotë se vendimi për të ndaluar eksportet ka alarmuar prodhuesit e armëve që kanë paralajmëruar edhe protesta. Shkatërimi i plot i objektivave të pasurimit të uraniumit të Iranit nuk është realizuar plotësisht. Inteligjenca e mbrojtjes amerikane beson se ka të dhëna të sakta se avioni amerikan B-2 nuk ka mundur të shkatërrojë dot implantin Fordo në Iran. Raporti ka nxitur një reagim të ashpër nga Shtëpia e Bardhë, e cila nuk e pohon as nuk e kundërshton këtë raport. Ndërkohë Finlanda është vendi që po përjeton një presion të konsiderueshëm rus në kufijtë e saj. Helsinki pas antarësimit në Aleancën Veri Atlantike ka rritur shpenzimet ushtarake dhe ka porositur 64 avion amerikan F-35, ndërkohë imazhet satelitore shfaqin një grumbull të forsave ruse në kufi me Finlandën. Gjermania është e vetëdijshme se planet e Vladimir Putin shkojnë përtej Ukrainës. Kështu ka bërë të ditur kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz gjatë një fjalimi në Bundestagun gjerman. Merz fjalimin e tij premtoi edhe faktin se do ta bëjë Gjermaninë ushtrinë konvencionale më të fortë në Europë. Shohim dhe zhvillimet nga lindja e mesme, ku armë pushimi i brisht mes Izraelit dhe Iranit mund të prishet nga momenti në moment. Ndërkohë masakrat vijojnë të jenë të larta në Gaza, ku si pasojë e sulmeve të fundit kanë vdekur të paktën 40 civil.
Edhe pse presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar Izraelin me masa ekstreme nëse vjen sulmet në Iran, të tjera shpërthime janë dëgjuar në kryeqytetin e Iranit. Dy dëshmitarë të kontaktuar me telefon në kryeqytetin iranian thanë se dëgjuan dy shpërthime të forta, raporton Reuters. Zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu pranoi se Izraeli kishte goditur një vend në të cilin ishin stacionuar disa radar pranë Teheranit në atë që ai quajti si akmarrja për raketat iraniane të lëshuara 3 orë gjysmë pasi pushimi ishte planifikuar të fillonte. Ai tha se Izraeli kishte vendosur të përmbajë nga sulmet të mëtejshme pasi telefonata mes Netanyahu dhe Trump, por nuk tha në mënyrë të qartë se sulmi në vendin e radarit ndodhi para apo pasi ata folën. Para se largoi nga shtëpia e bardhë, Donald Trump u tha gazetarëve se ishte pak kënaqur me të dyja palët për shkeljen e pushimit, por veçanërisht i pak kënaqur me Izraelin, i cili tha se ishte jashtë kontrollit menjëherë pas arritjes së marrëveshjes. Duhet ta bëj Izraelin të qetësohet tani, tha Trump. Irani dhe Izraeli kishin luftuar kaq gjatë dhe aq fort sa nuk e dinë se çfarë bëjnë. Ndërkohë raportohet se çmimet e naftës rënë dhe tërheqjet e aksioneve u ngritën në të gjithë botën me perspektivën e përfundimit të konfrontimit më të madh midis miqve të linjës së mesme, duke hequr një kërcënim për ndërprerje të furnizimit të naftës në Gjirin Persik. Sa kaq bëhet e ditur se forcat izraelite vranë të paktën 40 palestinez në Gaza dhe urdhëruan evakuime të reja të martën, thanë mjekët e banorët vendas në një gjakdere tjetër të mëtejshme. Marrëveshja Izrael-Iran e shpallur nga presidenti i SBA Donald Trump ngriti shpresat mes palestinezëve për të dhënë fund më shumë se 20 muajsh lufte në Gaza që ka shkatruar gjithësisht territorin dhe ka zhvendosur shumicën e banorëve. Ushtria izraelite tha se një grumbullim gjatë natës u identifikuan ngjitur me forca që veprojnë në korridorin qendror Netzarim të Gazës dhe po shqyrtonte raportet për viktima. Shohim dhe zhvillimet e fundit nga mediat e shkruara për të se çfarë është raportuar gjatë orëve të fundit. Numërohen rreth 50% ekzekutive të Tiranës, Partisë Demokratike i hiqen 309 vota, ndërkohë që Lulzim Bashës i janë shtuar 20 të tilla. Sulmi kibernetik ndaj sistemit digjital të Bashkisë së Tiranës është kryetarja e komanduar Ristani, të dhënat nuk janë prekur, po forcojnë më tej infrastrukturën digjitale. Rama takon në rrutën në Hag, NATO do të angazhohet në terminalin ushtarak në Durrës. Tek reporter Pikal, Erion Veliaj angazhon ndjes studion ligjore britanike për mbrojtje. Miratohet në Komision Strategjia kundër dezinformimit, është ky një tjetër zhvillim. Pabarazia e kursimeve, shqiptari i zakonshëm ka 3.000 euro në bank, i pasurit 59.000 euro. Tek Panorama shohim të tjera zhvillime. Presidenti i Iranit shpall fundin e luftës 12 ditore me Izraelin. Deklarimet janë se Teherani arriti fitoren historike sipas tyre. Armëpushimi me Iranin, Netanyahu po ashtu ka shpallur fitoren historike. Shmangëm shkatërimin e plotë do të mbahet mend për breza, ka thënë ai. Samiti i NATO-s, Ursula von der Leyen, Europa e mbrojtjes më në fund është zgjuar. BE synon 650 miliard euro investime deri në vitin 2030, ka deklaruar ajo. Investimi që do të ndambajë më të fortë ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë në udhëheqjen e Donald Trump, vendet e NATO-s drejt vendimeve historike për forcimin e mbrojtjes. Miliarderi amerikan Jeff Bezos ndryshon vendin e dasmës. Protestuesit në Venecia e quajtën fitore të madhe. Larguam njeriun nga njerëzit më të fuqishëm në botë. Vetëm 13 kilometra nga Tirana në letër është shkollë, në realitet s'ka asnjë nxënës, është ky një zhvillim që gjeni tek Faktor Epikal. Tek Monitor Turizmi, Kosova ikën pas heqjes së vizave, mërziten polakët dhe spanjollët, numri i turistëve cilëve ka rënë ndjeshëm. Shërbimet e komunikimit në Shqipëri kushtojnë më shumë se sa mesatarja e Bashkimit Evropian, është kjo për llogaritja e fundit që është bërë. Protesta kundër mbiturizmit në Europë. Si po shndrohet Shqipëria në një alternativë për pushime. Po ashtu të tjera zhvillime, Shqipëria më pak konkurruese në vitin 2024, bjen bizneset e eksportit, rriten ato të importit. Shohim zhvillimet tek Kosova Press, testohet ura e hibrid. Deklarohen nga Ministria e Infrastrukturës për zhvillimet atje. Vjosa Osmani takon ambasadorin e Gjermanisë, flasin edhe për ngërçën që ka përfshirë kuvendin. Përplasja PDK, lëvizja vetëvendosja në KQZ për buxhetin shtesë të zgjedhjeve lokale, cilat pritet të mbahen gjatë muajit tetor. Albin Kurti, opozita po na zgjat mandatin. Skemi marrëveshje për këtë, ka deklaruar kryeministri në detyrë.
Ishin këto zhvillimet më të fundit, vijoni të ndiqni Dita Jon.